Njësia e shpërndarjes zjarfikësve është hapur në komunën e Tearcës dhe do të mbulojë edhe komunën e Jegunocit. Kjo kërkesë e ka hershme sipas kryetarëve të komunave do të rrisë sigurinë e banorëve në rastet e zjarreve. Nderuar qytetar, pas shumë vitësh pritje, premtimesh dhe mos realizimesh, sot më në fund po bëjmë një hap të rëndësishëm për sigurinë, mirëqenien e të gjithë banorëve tanë. Ovo je dokaz дека работиме во интерес на граѓаните и дека децентрализацијата не само што е почната на хартија, ќе ја спроведуваме на дело и во други проекти кои заеднички ќе ги реализираме во naredниот periud. Njësia fillimisht do të ketë një numër të kufizuar zjarfikësish dhe do të funksionojë vetëm në një ndërim. Në këtë mini stacion apo nën stacionin e zjarfikësve të Tovës, këtu në Tearcë do ketë të punësuar 8 vetë, të cilët do jenë për momentin do punohet një ndrim, derisa të shohin funksionalitetin dhe sakt përcaktojmë pastaj edhe të bëjmë 24 orë. Një njësi e ngjashme e shpërndarë pritet hapet edhe në komunën e Bogovinës, ndërsa para një viti u hap një e tillë edhe në komunën e Zhelinës.